Okej. Bukur. Mësim I bukur. I madh. Nuk është për tonë. Okej. Cili ka qenë një red flag që e ke injoruar dhe je penduar? Cili ka qenë një red flag që e ke injoruar? Ka kanë një red flag që e kam injoruar dhe jam për mu. Imagjinoj këtu apo një jetë? Kudo, qoftë këtu, qoftë një jetë. Kam pas herë më ka një herë lidhur me një vajzë që më ka dhënë disa red flag, jo një, po disa red flag që më tradhtonte. Edhe unë thjesht Më ke injoruar. kam pa. Qa ishin ato red flags? Thjesht në ndjeje? Isha senjale, po thojmë. Po dion mënyra se si u izolote, se bashkëjetoshim, u izolote në shtëpi me telefon ose një dy momente që më kishte thënë që kishte ikë dikun, po në fakt doli që kishte ikë dikun tjetër. Edhe një moment tjetër që kishte ikë për pushime me do shoqe, edhe më thas kishte nuk për gja, po mandej doli që kishte nuk diqa. Edhe aty u zbulu që. Pa e nuk ishte red flag që kam injoru, se e ishte red flagu definitiv. Okej. Cila është situata më e sikletshme që ke kaluar në fermë? Po, më e sikletshmja ka qenë në ditën e 8, e kam thënë këtë, kur Sara më pyeti me zë. Ndërkohë që unë përpiqesha me pëshpëshe, po cop fare. Vanessa, të pëlqen Indri? Edhe unë që shifja jo nidën. Jo, unë e mbaj mend që ja bëra kështu. Edhe ja bëra, edhe Sara tha kështu bëja dhe unë me darti në fillim jam. Okej. Kjo. Nice. Bop. Cila është gjëja që të bën të humbasësh interesin me njëherë tek partneri? Te unë do me thënë. Që ta dish se mos mendoje ku di unë partner në telo, Tek pause. partneri, por në përgjithësi, a kupton, tek partneri që I rradhës, po thojmë, ose I përjetshëm. Okej. Partneri me shpirt është pyetja. Po pra shpirt, po. Po ku di unë pse po. S'po të kuptoj. Po e lexoj, cila është gjëja që të bën të humbasësh interesin, ja nuk humbash më. Interesin me njëherë tek partneri. Po. Right? Kur unë e nij vedin, e kam përgjigjen shumë thjesht, sepse është e saktë krejt. Kur unë e nij vedin Në presion. Po, në presion ose të kufizum disi, ose aty unë hup interesin edhe I run like Forrest Gump. Sepse liria për mu, edhe në marrëdhënie në jetë, po edhe në marrëdhënie e liria personale, që s'do më thonë normalisht gjana çuditshme, thjesht liria, me keni lirë, me ba zgjedhjet e mia në jetë, në punë, është tepër e rëndësishme. Nuk e shkëmbej me as marrëdhënien më pradhore që mund të ekzistojnë në këtë botë. Okej. Kjo është. Nëse do të kishe mundësinë të takoje dikën nga Vanessa tha? Po. Nëse do të kishe mundësinë të takoje dikën nga e shkuara, cili do të ishte? Do me thënë të takoja edhe një herë. Po nga e shkuara. Po, besoj dikam... Do doja të takoja mamin tim kur ishte e vogël. Ja, nuk besoj që është kështu pyetje. Çfarë dikoj që e kam pas në jetën time? Se kuptoj. Nëse do kishe mundësinë të takoje dikën nga e shkuara. Në fakt to është gjenerike, po. Jo mendova ne isha ne kështu, mendova. No. Okej. No.
Ti ishte ajo jo, të kisha dashur. No, okej. Mamën time? Unë aty më shkoj mendja. Takoja mamin tim të Vockël. Pa ajo është e pamujtur. Po mi më shpirt e pamundur, është edhe Në kjo. sensin që se ki njoft kur Po. mamën tanë vogël. Pra dikën që ti Dikën ki nga e njoft, shkuara, që do doja ta ritakoja. ai takoj e prep. Okej. Se nuk e ki taku ma, ka i, ka ku di unë. Kam një shoqe që kemi shumë vite pa fol, edhe do kisha dash të riflisnim, Okej. po s'po ja them emrin. Se pastaj e shef edhe thot, ja, e fitova unë, kemi 8 vite pa fol. Duhet ta Po ketë që- kuptu besoj. Po, është bjonde. Okej. Vazhdoj. Atëherë, cili fermer mendon se duhet të kishte dalë nga loja me kohë? Trego ose pije? Me kohë. Sepse ideja është që ato që kanë pas me dalë nga loja, që unë kam dash me dalë nga loja, kanë dalë, sinqerisht. Kështu që... Mund të pish. Jo, vërtet, kanë dalë. Ato që do delshin me kohë, kanë dalë. Kështu që unë do pi, se s'kam alternativë. Jo të shoh edhe i herë të fundit. Jo, do pi. Ma mbush dhe mua ta kem gati? Po. Gjaj i përgjigje kështu, s'po përgjigjem, po pi. Po jo, se po i përgjigjemi të gjithave. Po, pra. Është për po me solt. Ja. O zot, të këto pyetje. Cili është vendi më i çuditshëm ku ke bërë dashuri? O zot, babi im ish po shef ndërkohë. Asnjë gjë, s'kam bërë ndonjë gjë të çuditshme. Dhom, ç'a them unë? Okej. Pra vendi më i çuditshëm është në Vobë. S'kam bërë. Okej. Kështu them. Jo, kur gjo. O zot, o babi. O babi, më fal. Ecim. A ke thënë ndonjëherë të dua pa e ndjerë vërtet, trego ose pije? Po, kur kam kanë shumë i ri. Një 21 vjeç, paka shumë. Jo, ma shumë falë. 25 vjeç, në që ishtu. Ka kanë kjo vajza që... E një tagoc? Jo, tjetër. Ka një vajzë italo-braziliane, ka kanë. Kanë shumë karakter artiste, shumë karakter një çmanën, po thojmë. Edhe thjesht kaloshim kohë bukur bashk, edhe ishte shumë fuego, gjithë gjaja, dhe një moment, më thanë, kapi dhe Të doli. Po, po, në fakt, Se ndjeje. po më vafil në sensin që nuk e një. E qa i the? Jo, se kisha me të vërtet. Ja, si thash ma gja, ma në shkune si shkune gjana, Ajo qa tha? po kuptu vetë, ha? Qa tha ajo? Edhe jo me ti kështu. Se se prite. A unë me ta kështu. Pra Se se prisi as ti? Edhe vazhdu me. Kaq. Okej. Çfarë nuk toleron dot në një marrëdhënie? Çfarë nuk do toleroja unë? Do ishte që ta përmbledh. Okej, do them diçka pak më të butë. Nuk do toleroja silent treatment. Që më thanë? Që është me thënë nëse kemi debate s'do të më flasësh, për shembull. Okej. 5 ditë, një javë. Okej. Me të hatri kështu mas me folë për një... Që mos më Për flasësh, i po. kod gjatë. O ja, asë se toleroj. Nuk do e toleroja. S'ka sens. Maksimumin e i orë, kështu. Po, Po, du të me zgjidh punë. po. Eci. Okej.
cila është një pasiguri personale që të ndikon edhe në marrëdhënie. Unë kam pak probleme me trupin tëm, nuk pëlqen trupi jem. Edhe kjo gjë mund të ndikojnë edhe në një marrëdhënie, në sensin që tu pas komplekse, e thon po pikën e marrë sepse është e vërtet. Kam disa komplekse me trupin tëm, që si kam kalu kur. Mund të ndikojnë edhe në një marrëdhënie. Do të ndikon me mua? Të ndikon me mua? Po? Mund të ndikojnë, po. Këtu, po, edhe po. O, shpirt. O, shpirt, vetëm ta shohësh vete në sytë e mi. Më dashuri. Amro në sysh. Amro në sysh. Hajde. Ta shoh dhe më si më qefti. Ta shoh njerëz se... E bro. Njerëz se... Vazhdojmë. Ke qenë ndonjëherë në një strip club, kjo duhet ishte për ty. Unë jo. Ke qenë ti ndonjëherë? Po. Kot fare. Ups, nuk ishte përgjigja jam. Vazhdojmë, ecim. Ma tonë kërken strip club më mirë, okej, po e vërtet. Po unë si jam qenë. E provu. Ashtu, Ashtu, Ta dhe më. Sa vjeç ke qenë kur ke parë për herë të parë një film erotik? Po si ma? Pret. Kur nolla jo gjaja që rritesh, atëherë ka kanë. Po sa vjeç shpirt? Po njëtë para të kujtojt taman fix sa vjeç mund të kem kanë. Ku di unë 12? O zota që vogël. 13, më është 13. I gjaja t'jilë. Pubertet, po. Po, puberteti, edhe më kujtojt që e kam pas shkarku një 2 ditë. Shes, po të bëj download? Nuk bëte download, se ishte interneti shumë kanal. Generacijet, kur ke kanë ti 12 vjeç e keni pas fibren. Kur kam kanë 12 vjeç e kena pas telat. Edhe... Kjo është ideja. Kur ki leti? Është e vërtet. Po nuk e di pse po më vjen shumë gjynaf për ty që ke pritur 2 ditë. Ja. Po çfarë ke bërë ndërkohë? Ja, pa vlejt. Ke prit. O zot. Ishte një super film. E mban mend? E mban mend? Po? Po? Po. Tashtis po e thoj, po e mojmë. Po e mojmë. E mirë se... Filmi i parë. Siç më e mend filmi i parë që kam bë. Edhe filmi i parë që kam pa. Nuk kam bë kur film erotik, filmi i parë që kam bë. Jo e the tani, the filmi i parë që kam bë. The filmi i parë që kam bë. Jo, nuk kam bë kur ma kanë propozuar herë. Ç'a thua? Po, kam kanë në Firenze. Edhe? Ç'a the ti? E thosh jo. Unë që doja të kapja. No. Po më ka propozuar, po është vërtet. Si ishte pagesa? Ishte prodhuese, ha? Si ishte pagesa? Ja ne hata, domethënë. Jo, paguam më mirë. Po si të erdhi propozimi, si ta thanë? Paguam më mirë në Meksik. Po si ta thanë, si të erdhi? Erdhi një shok që kisha dhe... Thani kjo, kam një shok temin, tha që ka një shtëpi prodhuese, po ka një shtëpi prodhuese pak si kështu, pak si kështu qa? Pak si kështu, dhe me kadin. Si ma, ashtu, po, ashtu. Dhe i kam folë për ty, i kam kallëzu do foto në Facebook, si ishte Facebooku atër, si ishte Instagrami. Dhe tha, ishte dash me të bëj audicion. Po audicioni qa ishte? Si bëj audicion? Nuk e di se s'kam shku kur, më të rajtë. Si, zdi që më të thanë. Pa tekst, me siguri. Ecim! O, zot! Cila është gjëja më romantike që ke bërë për dashurinë? Bukur kjo. Po nuk mendoj që kam bërë ndonjë gjë më romantike se sa këtu. Këtu e ke bërë shumë romantike. Mendoj që është më romantike e mundshme. E deklaru para një popullit. Le populli, mami, babin, ata të shpis. Ecim, kam unë. Një jetë me ndjenja të forta, por pa intimitet fizik, apo intimitet fizik pa ndjenja?
Wow. Ja, unë vazhdoj me keni old school, ose nuk e di a është old school, po kështu e mendoj unë, domethënë, ma mirë një jetë me ndjenje të forta, por pa intimitet, se sa e kundërta, Po, se mund të ndodhë që dikush të ketë një problem, mund të kemë... Po, është ideja që, domethënë, kjo, intimiteti fizik, domethënë, pa ndjenja, s'ka dënë shpejt. Kurse intimiteti fizik me ndjenja, edhe kur s'ka dënë, po mesi ndjenjat, a kupton që du me thanë. Më thanë, pa ndjenja, edhe intimitet s'duhet gjanë, si në shumë i shkurt. Po. Ka që. Bravo, Spi. Bravo, shtu e më nëjë. Ua, s'kemi dhe shumë, ne po kënaqemi. Bravo. Na mushti, më. Ake. Jep. Qa janë të pyetje? Ty dollën e tana. Jepi. Ja, zban, zban. Po qa janë këto budalli që ta një kotë? Zban. Jo, kjo është ti ki thuj regullat. E më mirë shpërqë. Nëse gjithçka që të ka ndodhur deri tani në ferma VIP 3, do të niste nga e para, çfarë do të ndryshoje dhe pse? Nëse ferma VIP 3 do niste tani nga e para, ajo që unë do të kisha bërë, do ishte që jo këtu brënda, asnjë gjë s'do kisha bërë ndryshe këtu brënda, vetëm do kisha dashur që atë marrëdhënien time jashtë, ta kisha mbyllur që në muajin e parë kur nisi. Okej. Kur nisi marrëdhënia? Do me thënë, kur ka nis, dhe ka ndodhur gjërat e para që në fillim, ta kisha ndërprerë që aty dhe të mos prisja gjatë. Me hite ferma VIP. Për ta, po. Okej. S'ka që. Okej. Cili është vesi yt më i çuditshëm? Unë vese që kam, të shdu të më në vese që kam unë. Ma i çuditshmi mund tjetë... Që s'do të thyesh asë një regull. Po kësa ves më i kjo virtut? Qar vesit është kjo? Po, do njerë është vesi. Po ja, burnesh, nuk ka ves kjo. Vesi e ma i çuditshëm është që ka i herë, djalim ka gjanë këtë, unë kur kam ka një vogël, risha ta në kohën, basha këtë gjo. Okej. Risha i bishëm, pra në i kam pak vesh kështu. Se basha edhe kështu, është varianti, është stili pro. I bia kitarës. Po, i bia kitarës të vesht. Se ke di që do takojmë. Preke pak. Që si është ma... Po pra, si elastik. është ma... Si elastik, ma i but. është si kështu si... Se e kam sakatu i vogël. Ato që... Po. Edhe... Po kë? Këte kemë shumë. Jo, prit, ri. Ja, pas jam i djathtë. Ri. Po, këte kemë shumë. Po, pas jam i djathtë, edhe basha më shumë me djathtën. Pa edhe me të majtin ka herë. Edhe kjo është vesi, jem që ka i herë më kthejet ri këtu, për shembull. Edhe unë të kam... Jo, ti ke edhe një ves tjetër. Ha, më thuj. Pa, ketë lene ma, po nuk ka i çuditshëm kjo është. Edhe ja bën pastaj, atë që ke kapur, ja bën kështu, e mba në gojë dhe ja bën... Po, s'kena nevojë të... Mjaftote kë... Katë... E kap të Instagram, edhe pashdoshim, ja, isha dhe me në tregush. Jo, dhe të tregoj atë gjithë, a më shpirëse nësë qasë tam. S'ke faj, jepi. Do të zgjidhje dashurin apo fitoren, dashurin, gjithmonë. Indrin do më. Mas është ajo? Çfarë ngjyrë ishte? Se mbajmë. A do ta pranoje që partnerja të kishte një shoqe të ngushtë? Po. Okej. Do ta pranoja pa pikën e problemit, sepse me pas një shok ose një shoqe të ngushtë është një bekim, edhe nuk jam kërkushi me në ndërhym këtë bekim. Okej. A ke humbur dikë për shkak të xhelozisë? Jo. Jo. Se lumi ati. A ke pasur ndonjëherë ndjenja për dy persona në të njëjtën kohë? Jo, kurrë.
kur, s'mu ka no kur. As prej larkë, se në momenti që kam ndjenja për një person, Gjëja me pashme, po. s'mu vjen. O shpirt, ne s'kemi pirë hiç tequila. Ose me të u përgjith se jena të sinqert, në. Kur të pëlqen. O zot mua pse më vjen këto? O shpirt. Jepi. Lexoj e herë se tequilën i to e ke. E ke marrë edhe me lexua? O shpirt. Imagjino me u përgjigja. Ta lexojën? Kur të pëlqen. Lexoj e ti. Kur të pëlqen më shumë të bësh dashuri? Në mëngjes, në drek apo në darkë? Ma qa, kjo është pyetje easy. Nuk është në i hata, dhe më thanë, po si e i rrit. Po i shef babim këto. Okej. Ta them pastaj ty. Prep, edhe me ma thanë mu i shef babi. Ma thu Po ku jo se dalim. tani. Okej. Eci. Ta tregoj. I. A ke gënjur ndonjëherë për t'i bërë përshtypje dikujt dhe çfarë ke thënë? Po sa dush. Qa ke thënë mu? A? Qa ke thënë? Kur isha në Firenze, viti i parë në universitet, u vesha si krajl për smarit, delsha, edhe po thuj se çdo natë kapsha në këmë këshu, në i vajzë këshu, edhe i tregosha një histori të ku diun, po unë kam i biznes këtëja nej, ose unë jam aktor, po në fakt nuk isha aktor, se aktrimin unë e kam bë mas universitetit, po androsha që shetër mu bë aktorit, thosha unë, po unë jam aktor, po në Shqipni, thosha. O shpirt, po ti ke qenë duke manifestuar. Urno? Ke qenë duke manifestuar. Qa të më Urno? O shpirt, ke qenë duke manifestuar. A, po, për aktrimin thu? Po. Edhe kështu që po. E kam bërë shumë herë dhe ishte kaq... O, zotë, Fan. thesha në shpjellë ja tregosha shokëve të mi të konviktit edhe kalosh i morë të tregu historinë kështu. Ka jere bashim edhe me disa prej tyne, dhe më thanë, bashim një grup 2-3 veç edhe qas shpikshim. Ishte shumë fani. Torturista, amerikane, spanjolle. Please. Unë qenë kam e vetëmja shqiptare, italiane, braziliane, spanjolle. Unë vetëm unë jam shqiptare, ha? A di se... Po? Qa thua? Prej të dërnojë, po. Po. Kush mendon se po qëndron në loj vetëm fal dikujt tjetër? Bujari më? Bujari. Ja. Fair. Për cilën shifër do të pranoje të dilje nudo në një klas pikture? Wow, me tanë komplekse që kam unë, Do e kishe bërë shpi? shumë pare. Për shumë pare, po. Okej. Po. Sa? Po sa pra shifër? Le të thojmë 1 orë. Ja, më falë, gjysë oret. Se klas piktura, nuk ka fotografi, një 100.000 euro. Okej. Gjysë oret 100.000 euro. Së shumë. Po ja, jam kështu, jam njëri me kam tokë. Po. Ja. Nëse do të ndryshoje diçka për mënyrën se si e rritur, cila do të ishte ajo? Nuk e di, se sa më shumë rritë, ma që më shumë i shofë si virtytet ca gjëra, po diçka për shembull që unë e kam pas shumë problem, ka qenë që mami dhe babi më thoshin gjithmonë që unë ti mirë kuptoj të tjerët, ka qenë kjo ndjesia që edhe nëse ata s'bëjnë, ti bëje. Edhe ndaj dhe mua më ka ardhur kjo gjëja që ty ta caron, që unë them, no, nuk e dua. Ka më vonë. Edhe më bë shumë e tepër, mbasi... Po, bobo mos na ndërprisni këngën! Imagjino me të puth muzë, puth adoren. Sidomos mbasi fillova që të bëja ca gjëra me muzikën, ka ndashur shumë që unë të jem me këmbë në tokë, sa janë ndarë shumë e vockël, edhe
kanë dash që njerëzit mos mendojnë tani që kësaj ke parasysh vet janë qef. Edhe kam kaluar disa gjëra në shkollë atë periudhë, se adoleshentët janë të tmerrshëm, që s'kanë qenë të thjeshta fare, po prindrit e mi kanë, në vend që ta gjenin për shembull, kanë qenë njerëz që edhe janë njerëz që nuk duan ta gjejnë problemin të tjetrit, po vetë se si ty të ndikon ajo gjë. Dhe shpeshherë kthesha për shembull nga shkolla dhe i thoja që më kanë thënë këtë gjë, më kanë thënë atë gjë, më kanë thënë këtë gjë. Edhe më tepër e bënin atë punën me mua, që ti mos u ndje ashtu, ti mos u ndje, po ndërkohë nuk po ndërmerrej diçka në lidhje me këto problemet që ndodhnin. Edhe mendoj kjo është edhe arsyeja sepse shumicën e kohës edhe këtu jam më e qetë, por mendoj që duke u rritur kam filluar këtë gjë ta kthej pak. E kam kthyer. No, e kthej. E kthej se po, e kthen shumë bukur. Më është dashur me mendje, e kthen me logjik. Më është dashur ta kthej. Eci. Çfarë ke bërë diçka që nuk e ke thënë sepse ke pasur frikë nga paragjykimi? Cheers to you. Whoa, tequila guys, tequila. Gëzuar. Shpirt, do i pim dhe një 2-3 gota para se ty më brenda se s'kemi ku gjejmë alkohol. Jam të pi. O zot, është pi! Do kishe pranuar një partner që punon në industrinë e filmave erotik? Po që ka? Shpirt, ky është momenti, a ke bërë ndonjë apo? A ke bërë ndonjë apo jo? A je në rregull ajo, më? Po jemi se po të ngacmoj. Thash. Valla jo. Vjen keq, po jo, nuk do mundesh. Jo, respektin një shumë të mirë, por jo. Nuk do mundesh, a do të më fal. Respekt gjithmonë. Unë jam, do me thënë deri, jam pak xheloze, kështu që nuk do kisha... Që di se kam do vëllë që. Sa është për të shumë? Ja, disa pak, ja 2-3 po më kanë provokuar. Saktake, momente. Po më kanë provokuar. Po sto zhëmë, po shumë bukur. Eci. Po. A është për ty flirtimi tradhti? Po. Po. Është. Po. Kur flirton me dikën, nuk jam si moza që thot, flirtimi është diçka që duaj një shiftit, por unë do kthehem gjithmonë te partneri im. Jo. Të flirton. Rroth moza me një hapun, por po. Po, jam dakord. Çfarë nuk të pëlqen tek personi përballë, por nuk e ke shprehur kurrë? Prit. Okej, sa bëj mos e përndysh nuk flet edhe qesh. Po mendoj kështu gjëra të thella, se kështu gjëra s'ka, po. Ua, mua më pëlqen. Çdo gjë. Çdo gjë. Baostika. Jo, nuk kam diçka që nuk më pëlqen të ty. Thjesht jam duke... Thjesht jam duke pritur një përgjigje, jo një përgjigje, kështu një, si quhet, një... Thash pije më mirë. Do ta pi? Po jo, më se tallë mec. Ja, për ty e kam. Po, më se tallë. Jo, shpirt.
Nuk ka asnjë gjë aty që nuk më pëlqen, por thjesht jam, nuk është diçka që s'më pëlqen kjo. Okej. Thjesht jam duke pritur, jo, thjesht prit ta artikuloj në mendjen time, se unë jam shumë e kujdesshme me këto gjëra. Absolutisht. Nuk ka gjë aty që nuk më pëlqen, në karakter, në personalitet. Tani, qa del më vonë, ato tani unë. Qa do pështi më vonë, se di unë. Por... Na zonë se di për ty, bjen fjalla. Po, vërtet, koha do i tregoj, gjitha. Por, do kisha... Thjesht dua të shoh se sa kohë do të marrë ty, që të më thuash atë gjën që edhe unë ta kam thënë, që ti e di kush është. Okej. Okej, po kjo se gjatë që... Jo, nuk është diçka që s'më pëlqen. Thjesht jam duke parë. Edhe analizuar. Okej. Eci. Tregoj emrin e personit që do të doje të ndaje finalen përveç personit përballë. Po ma? Një person. Po, kisha më thanë... Po, Sara. Sara Karaj. Finale, me ne. Ishte kanë shumë bukur. Shpirë i mbarojmë. Po shqyqër? Pse? Cilën pjesë të trupit... Ka filluar më... Filloj, vjen. Po, e ban të Cilën... Po thoni shok. Cilën pjesë të trupit tënd pëlqen më shumë? Trupit tënd? Të trupit tim. Po. Pa, ja, 2-3 përgjigje kështu. Nuk kam, nuk është se më pëlqen trupim. Nuk kam në një pjesë të trupit që më pëlqen. Kjo është përgjigje. Okej, po. Ke drejt. Përgjigja është edhe ajo. A ke bërë ndonjë zgjedhje që ka lënduar dikë tjetër? Po. Po. Kur kam qenë 18 vjeç, edhe 18 vjeç, historia e parë, i ri, sapo... Jo, faleminderit. Sapo kisha fillu atë karrierën. Sapo kisha fillu, domethënë, me vajza, domethënë, me pas marrëdhënie me vajza. Edhe ka qenë kjo fidancata e parë, në di si thohet, fidancata. Isha i lidhur me këtë vajzën, shumë vajzë mirë, shumë me vojë, kishte tana të mirat e botës, e unë mas i vitit, i meqmi, shkova e trastova. Edhe e lindova shumë. Se aja nuk e pritë, kur prej me, asë unë se pritë që prej me jetë, për nodhi. Isha, okej, 18 vjeç. Pra ti kështu fizike? Po. Që i tradhti fizike, por marrë aty, dhe më thanë, në prish gjaja dhe është në të. Okej. Qa më? Se la vi. Çfarë do të ndryshoje tek personi përballë? Nuk do ndryshoja gjë, veç... Jo, asgjë s'do ndryshoja. Asgjë s'do ndryshoja. Wow, mi jep me ata su i herë që fëllut. Të them më shpirt. Pse se kupton? Po se kupton. A të është thyrë ndonjëherë zemra dhe si e ke përjetuar? Po. Është disa herë. Nuk kam qef me tregu me ke si e tek, por e kam përjetu si që përjetoj, dhe të jam lule, po unë gjithmonë i kam përjetu gjana over, i kam përjetu ma shumë se sa duen, edhe kam vujt të mërësisht, kam kënë shumë keq që jam izollu nga bota, edhe kaqë, do më thonë, i kam përjetu shumë, po më beso shumë keq, shumë keq.
edhe gjana ekstreme, kanë shumë keq. Kanë përjetu keq. Se më kanë thy. Edhe kur thejet diqa, Apo të ngjitet? unë njitem kështu si ti po. Se përndryshe nuk do isha këtu, po nuk është thjesht, më dhej. Po mirë, apo të ngjitet? Po të ngjitet, po, thash. Nuk do isha këtu, po nuk do isha në proces ngjitjes. Pa diskutim. O Zot, sa do presun të ngjitet? Edhe sa? Edhe kujtoj që përgjigja ishte no pressure. Cila është gjëja më toksike që ke bërë nga xhelozia? Thojnë e gjabër nërë se po bana boring kështu. Se gjeloze e tha veqi e pak. Mos ki marrë, janë gjana që nollin. Jo, s'ka marrë fare, do e shofi. Pra, Shaka. cila është? Po për shembull unë e tregova që në lidhjen time të parë, se unë kam qenë në 2 marrëdhënie, kjo dhe një marrëdhënie më parë, të ajo marrëdhënia më parë, mënyra se si e zbulova që më tratonte, ishte sepse u futa në telefon. Edhe sepse ndjeja. Nuk e kisha bërë. Them të vërtetën, nuk e kisha bërë. Më përpara, por e ndjeja. Edhe pash mesazhe shumë. Edhe nuk thash asnjë gjë për momentin. Po thjesht ika dhe e mbylla aty, thash, e kam marrë vesh, edhe kaq. Është pjesa me telefonave që edhe unë e kam ba. Po është... Ama nuk e kam për Sa kot. të shof, po mirë, okej, po prap ku diun sa të shof si një gja. Varet si e ke bërë. Për shembull, unë nuk e shoh kështu si gjë që e kam bërë kot. Nëse ki bëj herë, se mund t'jetë edhe kjo, nëse ki bëj herë në një... Nuk e ki bëj një herë, asun. Po, atë gjë e kisha bërë ka stile se e dija që ishte diçka. Edhe më doli parandjenja sakt. Po mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye. Absolutisht. Unë për shembull jam Me këtë, e mirë. Po që unë... Nejse, ha. Me këtë, A do ta falje tradhtin nëse partneri ka qenë i dehur? Ç'mendohesh, o shpirt? Nuk e di, sinqerisht. Jo pra. Po jo, nuk Ç'lidhje ka? e di, jo, ç'lidhje ka, jo, ka lidhje. Nuk mundesh me, jo, nuk jam integralist. Nuk kam qenë, po nuk jam më integralist, sepse çdo gjë mund të fiksohet. Problemi, di cili është problemi? Problemi nuk është e tradhtia, i dehur, i pa dehur, problemi është besimi i ai person. Edhe ka disa raste që besimi mund të qepet edhe i herë, po ka shumë raste që besimi nuk qepet, edhe kur besimi nuk qepet, ti ndoshta e ke fal aktin, por nuk ke ma besim të ai person, edhe Po. it's over. Ka marru gjithçka. Kjo është deshta Po, edhe unë atë gjë mendoj. Mendoj që besimi është më i rëndësishëm se sa... Se sa akti. I tradhtisë. Po. Cila është gjëja më e çuditshme që bën kur je vetëm? Shumë. Se të më temë. Prisa, po mendoj ca herë që kam qenë vetëm. Për shembull, kur shkoj në tualet, kur jam vetëm në shtëpi e lë banjin hapur, se e di që s'kam njeri. Wow. Si? E lë banjin hapur, ose... Po se unë jetoj me mami, me babi, me vllajin në shpirt, s'bëj dot gjëra kështu crazy. Po, e kuptoj. S'dal dot lakuriq. Unë për shembull e cila kuriq po jam vetëm. Po se ti je vetëm. Je vetëm.
Po me mamin, babin, ku di unë më vjen babi një moment në shtëpi. Jo, kursa djali po. Më vjen babi një moment në shtëpi. Ja, zbajt. Okej. Cila është gjëja e parë fizike që të tërheq tek një person? Si thohet? Fizike thot më? E pra, po cila? Fizike, tham fizike. Po, cila është? Si thohet? Italisht thot il culo. Po e tham. Shqip nuk e di si thohet. O shpirt, po pse e fare, si e fare kështu, po unë s'kam. Si? S'kam shumë kështu unë, vithe. Vithe, shpirt. Vithe, jo kolo. Kulo, si e the kulo, jo. S'kam. Kulo. Po. E të kam parë. Ke po? Po, me të... Nejse. Ke po? S'po flas. Jo, fole. Jo, nuk flas. Fole. E di veti. Fole. Ke po, që ke po? E di veti. E di ti. Nejse. Ke shkuar ndonjëherë në ndonjë plazh nudo dhe nëse jo, a do ta bëje? Jo, nuk kam shkuar në plazh nudo. Do ta bëja vetëm nëse ne për shembull prenotonim një plazh nudo bashk, e ishim vetëm bashk. Okej. Edhe e bënim kështu për qef. Okej. Dha, fumit. Vete zgjodhe, vete ndrove. A ke tradhtuar ndonjëherë në një marrëdhënie? Po, që e the. Po. Cila është gjëja më e çmendur që ke bërë kur ke qenë i ose e pirë? Nuk e lë veten të them të vërtetën të arri në pikën zh, po një herë që kam pirë shumë kam qenë. Po, një herë që kam pirë shumë, kam qenë me një gocë atë natë me një shoqe timen, që e kishte tradhtuar i dashuri. Edhe mbasi kemi qenë në Saran në Verë, edhe mbasi ka mbaruar festa që kemi qenë bashk, kemi shkuar te një vend se ato në Sarand janë kështu ke bare, edhe ngjitur ke kështu fast food. Dhe kemi shkuar te një fast food, edhe rastisi që ai i dashuri i saj ishte aty, dhe ishte me gocën, me të cilin e kishte tradhtuar. Edhe unë e shoh. Edhe shkoj te këta, të dy, dhe i them, ti e kështu, ti e kështu, këti çunit edhe kësaj gocës, të fundit ja thash të parën. Okej. I thash shumë gjëra, po në sy të gjithëve, po. Dhe ndërkohë që po ja thoja këto, nuk e di se si më kishin humbe edhe këpucët. Okej. Edhe asnjë gjë ikëm në shtëpi pastaj, se di si kemi ikë në shtëpi. Edhe të nesërmen kjo goca më kishte nisë një mesazh shumë të gjatë, sepse Saranda është e Vockël edhe të gjithë njihen. Edhe më kishte nisë një kështu çarçaf, që se ishte edhe një vit më e madhe se unë, edhe është ajo ndjesia që ti që je më e vogël e tjera, ishte prekur egoja që i kisha thënë sy të gjithëve. E kështu, kjo ishte. S'kam bërë ndonjë gjë të çmendur. Okej. Unë do kisha dash dhe ca të tjera të bëja, po... Ti fusim prep? Po. Seriozisht? Po pse I fut me aty? Po që të zbrazë jo shpirt. Oh, no, please. Hajtë se, po t'la vetëm, po pak.
Okej. Shia tak, më bë. Ati, Vërtet të pëlqen fare tekila, më vdes për tekila. kam marru dikur për tekilen, deri kur nolli keqë nolli. Po të qa ndodhi? Do ta tërgoj një herë tjetër. Hajde. E kështu. Gracias, México. Nos volvemos en la ferma VIP. Bye bye. O, shqyqyri! Shka. Au? Po. E po, mos taj tregoni, ose na i tregoni të gjitha. Të të bëjmë i gati. Ja pas ke filmi këtë. Se ti e ka ble produksioni, unë se kam ide fare. Ecim. Jo, po. Se ti thjesht Ai kameu ishte... kamel. Kameu si bane si shqyqëriu ishte. Po nuk mlan, pra, nuk mlan. Sa pive ti? E di, po shkoj qik deri ke Veç unë fakiri. kam pi. Ty të pam. Unë pi vakot për qef. Ti pse pive? Ti duhet t'ia thojë të gjitha gjërat.